Mirëmëngjes nga Korça, përshëndetje nga pazari I vjetër I Korçës. Një vend ku kanë dalë të gjithë për kafenë e tyre të mëngjesit. Shikoj se si I mbushin lokalet. Plot me njerëz. Ç'është e vërteta, kafeja është një ritual, nuk është thjesht diçka pi kafe dhe u ngrit e ike. Është një gjë që e bëjnë çdo mëngjes njerëzit për të stresuar, për të takuar me njëri tjetrin, për të kapur pak internet, të flasin telefon, një cigare, një diçka, një bisedë thjesht, një ide e bukur, sa rrezet dielli, sa njerëz që takon, sa gjëra që shikon. Është një ritual shumë I rëndësishëm për gjithë shqiptarët, jo vetëm për Korçën. Edhe kemi më shumë kafene për metër katror, jo për njerëz, më duket, në krahasim me popullsinë në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, këtë e tregojnë këtu, shiko. Kafe tresh ti nuk e di që ky është biznes tjetër, ky është biznes tjetër, vetëm nga tavolina ndërrohen. Dhe përveç që marrin tavolinat bizneset një lloj rresh që do thonë shiko se është lokali jon, se të vjen kamarieri tjetër. Veç se këtyre gjërave normale ka dhe aktivitete gjëra të ndryshme sipas rastit, sipas datave, sipas ditëve. Por në përgjithësi është një vend shumë I bukur që do ju sugjeroja të dilni një herë në 3 muaj, dhe po ke ardhur para 3 muajsh me borë, eja me shi, eja me për në lumë, eja për në fshatra për dallë, ka nga të gjitha. Plot, plot, shi.